Sot është ditë e premte, data është 8 maj, duket sikur pjesa më e madhe e shenjave të horoskopit gjatë një jave të tërë kanë pasur tregues pozitiv, a do të vijoj edhe kjo e premte të jetë po prap me aspekte favorizuese për shenjat e zodiakut, kjo mbetet për të parë dhe ne do kemi mundësin të bëjmë për secilën shenjë. Do t'ju të regojmë nga Dashit e Peshqit të si shkon situata financiare, situata në karierë mëtej. Urojmë dhe shpresojmë që të keni një ditë sa më të mbarë edhe të favorizuar nga yjet dhe nga planetet, për ju që besoni edhe për ju që nuk besoni, pra urojmë një ditë sa më të mbarë, si do qoftë. Shkojmë tek Dashi tashmë, është shenja e parë, ajo që hap si parin e shenjave të zodiakut, i cili me sa duket në ditën e sotme ka zgjedhur të vendos një rregull të ri në jetë, të jetë më energjik. Pra të punoj me veten për ta kanalizuar këtë energjin në drejtimet e duhura. Dhe fakti që do t'jesh energjik gjatë ditës së sotme, do të të bëj po ashtu që t'jesh një nga njerëzit e parë pretendent për të marrë përsipër kontrollin e situatave, që patjetër është një detyrë e vështirë, por përsa kohë një detyrë e tillë të besohet, do thotë se mund të jesh një nga njerëzit në pritshmëritë e tyre më të kualifikuar dhe më profesional. Mund të dalin diskutime apo sfida, por do të arrish që ti menaxhosh mirë gjithmonë nëse ruan qetësinë. Financiarisht, dita të kërkon kujdes me blerjet impulsive dhe shpenzimet e panevojshme. Ky është një moment goxha i mirë për të riorganizuar buxhetin, për të rimenduar mënyrën se si ju i shpenzoni parat dhe për të hequr para mënjan nëse është e mundur. Në të kundërt, përpishuni që të paktën të mos bëni shpenzime që janë të panevojshme. Shkojmë tek shenja e radhës, jemi tashmë tek Demi. Okej, edhe Demi, le ta themi kështu, e ka këtë një nga ditët më të mira dhe më të favorizuara për punë dhe para. Nga njëra anë puna, nga ana tjetër parat, kjo do t'jetë, le themi, dita e Demit. Nuk do t'i mungoj asgjë me sa duket ditën e sotme, sepse ka një lloj kënaqësie që vjen si pasojë e projekteve profesionale, të cilat ecin përpara dhe mund të marrësh vlerësime ose mundësi të reja. Në aspektin ekonomik, ka stabilitet dhe mundësi për t'i përmirësuar të ardhurat e tua dhe po ashtu vlen të thuhet që vendimet që merr tani kanë një potencial afatgjat pozitiv. Kështu që nëse jeni në dilemë ose jeni mes dy zgjedhjeve, sot është dita për të vendosur pikat mbi i. Dhe kur themi të vendosni pikat mbi i, e kemi fjalën që t'jeni shumë të sigurt përpara se t'i vendosni ato pikat mbi i. Shkojmë tek shenja e radhës, jemi tek binjakët tashmë. Për binjakët, dita sjell një ritëm të lartë në punë, komunikime të shumta dhe pak stres. A mund të mungoj stresin ndonjëherë? Jo, është pjesë e jetës së përditshme. Me situata stresuese dhe sfiduese përballemi, besoj që të gjithë e rëndësishme është si zgjedhim të reagojmë edhe si zgjedhim të përgjigjemi dhe cili do t'jetë hapi ynë i radhës për te asaj vështirësie dhe sfide që na u paraqit. Mund të ndihesh i shpërndar mes shumë detyrash, pra nuk po gjen do të fokusin, ke humbur në një lloj forme busullën dhe nuk po orientohesh dot më. Në këtë rast, mos harroj që financat duhen menaxhuar me kujdes, shmang vendimet e nxituara apo investimet pa analizë. Bashkëpunimet mund të rezultojnë të dobishme. Kjo sa i përket shenjës së binjakëve, tani më është momenti që të ndalemi te Gathorja. Kjo shenjë, ditën e sotme, po ndoshta edhe përgjatë gjithë kësaj jave, ka ecur në punë me hapa të vegjël,
hapa të vegjël, një progres i ngadalt dhe lumturisht të sigurt duket të jenë ata që përkasin shenjës gafore, sepse nuk kanë bërë hapa të nxituar, nuk kanë marrë vendime që mund t'i drejtonin drejt një situate jo fort të këndshme dhe të favorshme, qoftë profesionale, qoftë financiare. Financat janë në fokus, duhet kontrollosh më mirë shpenzimet dhe të mendosh për sigurinë afatgjat. Ky duhet të kthehet në objektivin tënd, të mendosh për sigurin afatgjat, që rrjedhimisht do thot edhe lumturi afatgjat, për qenë të sinqert. Shkojmë nga gaforja tek Luani. Sa i përket shenjës së Luanit, raportet me kolegët dhe partnerët profesional do të përmirësohen, ose do të vendosni një ur komunikimi me dikë me cilin kishit pasur një moment shkëputjeje sa i përket marrëdhënies profesionale, ose do të arrini që të ndërtoni biseda me njerëz të rinj, me njerëz që shërbejnë zhvillimit tuaj profesional, po edhe njerëzor nga ana tjetër, se mbase ndonjëherë harrojmë që njerëzit nuk na duan vetëm për të parë se si mund të rritemi ka këtyre në karrierë dhe në financa, por na duan edhe sepse na rrisin moralisht edhe na bëjnë të ndjehemi njerëz më të mirë. Pavarësisht se flasim këtu për para, në këto 2 orë transmetimi sërish mendojmë dhe besojmë tek vlerat njerëzore, kështu që nuk harrojmë gjithsesi t'ua përmendim këtë mëngjes. Financat nuk janë problematike, por duhet të shmangësh luksin e tepërt apo shpenzimet për ego. Ka mundësi për bashkëpunime interesante ose për të fituar më shumë vëmendje në ambientin e punës. Shkojmë tek Virgjëresha. Sa i përket shenjës së Virgjëreshës, mund të ndjesh pak i lodhur ose nën presion për shkak të përgjegjësive profesionale. Duke qenë edhe një shenjë goxha detajiste, goxha e përqendruar tek detajet e hollësishme, duhet patjetër që të bëni pak pushim ose ndryshe do të përjetoni këtë lodhjen për cilën paralajmëron edhe Paulo Fox. Disa gjëra nuk po ecin me ritmin që ti dëshiron, po jo gjithmonë gjërat ecin ashtu siç ne kemi planifikuar të ecin, ose mund na dalin jashtë pritshmërive. E rëndësishme është të mos mërzitemi, ose të paktën edhe nëse mërzitemi, gjejmë kohë për të rikarikuar dhe për të vijuar të punojmë me të njëjtin zell dhe entuziazëm. Në aspektin financiar, do të ishte mirë për ju që përkisni shenjës së Virgjëreshës që të mos ndërmarrësh rreziqe të mëdha ekonomike. Nuk do ishin të nevojshme, do ishin të tepërta në këtë kohë. Megjithatë, ju në fund të ditës e dini vetë se ç'bëni. Paulo Fox ju këshillon, ju jep disa këshilla, disa sinjale se si të orientoni ditën tuaj, pastaj ju e zgjidhni vetë se ç'të bëni. Shkojmë tek Peshorja. Për shenjën e Peshorës, kjo është një ditë pozitive për marrëveshje, për dokumenta dhe negociata. Të gjitha në një ditë të premte, negociata, marrëveshje, okej. Në punë mund të marrësh lajme të mira ose të zgjidhësh një çështje që të ka shqetësuar. Financiarisht ka përmirësim gradual dhe mundësi për hyrje të reja parash. Okej, Peshorja më në fund një parashikim siç duhet, siç e meriton. Shkojmë tek Akrepi. Për Akrepin, ditën e sotme do të ndiqet nga një intuit e fortë dhe aftësi për të kuptuar situatat profesionale përpara të tjerëve. Pra mund të nuhas gjëra që nuk shkojnë dhe të filloj të jap një zgjidhje përpara se dikush tjetër të hidhet në veprim. Kjo do ta ndihmojë tepër në biznes dhe do të rrisë po ashtu edhe financat. Megjithatë, mirë do të ishte për shenjën e Akrepit që të tregohej diplomat ditën e sotme dhe të shmang konfliktet me kolegët apo partnerët, sepse tensionet do të ndikojnë në rezultatet ekonomike. Diçka të tillë madomendja nuk e doni. Shkojmë tek Shigjetari, shenja e Radhës. Energjia pozitive e Shigjetarit do të ndihmojë që të krijosh kontakte të reja profesionale dhe të mendosh për projekte të reja. Mund të hapen mundësi interesante për të ardhmen, kështu që për gjithçka bëni ditën e sotme, kujtoni se ndoshta
kjo gjëja që po bëni mund t'ju sjell pikërisht diçka tjetër akoma më të mirë që t'jetë një mundësi për të ardhmen, kështu që përpiquni ta shfrytëzoni maksimalisht. Financat përmirësohen ngadalë, por kërkohet ende kujdes me shpenzimet spontane. Tregoni pak të kursyer, ndoshta pak kritik me vetë mënyrën se si e shpenzoni paran, tërhiquni nga shpenzimet të caktuara. Shkojmë nga shigjetari tek britsjapi. Për britsjapin, kjo është një periudhë shumë e favorshme për karrierën, je më i fokusuar dhe praktik në vendimet që merr. Mund vinë rezultate konkrete, fitime ose mundësi për avancim profesional. Financat për shenjën e britsjapit janë ndër më të qëndrueshmet mes shenjave sot. Dhe e meriton britsjapi se janë punëtorët e horoskopit, nuk lodhen kur së punuari dhe së afirmuari veten në gjëra të reja, kështu që padyshim duhet shpërblehet edhe financiarisht në këtë pikë. Shkojmë tek ujori. Në punë, shenja ujorit mos harroj të marrë me vete edhe diplomacinë sot, sepse do duhet, sidomos në komunikimin me eprorët. Mund të ndihesh paksaj tensionuar nga kërkesat e shumta. Nuk do të mbash më, edhe do e nxjerrësh patjetër të gjithë këtë mbllefin e momentit që mund të përshkroj. Megjithatë, ki kujdes, gjithçka duhet të jetë, edhe nëse është debat, duhet jetë konstruktiv. Jo fjalë të kota dhe zëra të ngritur. Ruaj ekuilibrin në financa, sepse financiarisht nuk është dita më e mirë për rreziqe apo shpenzimet të mëdha. Më vjen keq që duhet jap të parashikim ujorit, megjithatë për faktin që ndoshta mund të mërziteni pak kur i dëgjoni këto parashikime, po ju rikujtoj që ka edhe diçka tjetër që vlen, që në fund të fundit jeni ju që e bëni ditën dhe jo dita që ju bën ju. Dhe për ta mbyllur me parashikimin për 12 shenjat e zodiakut, jemi tani tek peshqit. Mund të ndihesh pak i lodhur ose i pasigurt në drejtimin tënd profesional. Është mirë që të mos marrësh vendime të nxituara sot, financat do të kërkojnë një kujdes të veçantë. Dhe me peshqit kemi mbyllur edhe horoskopin ekonomik për ditën e sotme, për mëngjesin e kësaj të premteje.